mësime nga pema e hurmës. Një ditë, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam tha diçka të bukur dhe shumë thjesht, por ka një mësim thellë dhe të rëndësishëm për të gjithë neve. Profeti tha, me të vërtet, në mesin e pemëve ka një pemë që i mban gjithmbajtëse, që i ngjason muslimanit. Të pranishmit aty fillun me përmend pemët e shkretirës. Ajo, kjo, disa than fiku, disa ullini, disa tjerë. Por zemra ime, tregon Abdullahu, radiallahu anhu, më tha, pema e hurmës. Kin vete Abdullahu ka thonë, mund tjetë pema e hurmës, por Abdullahu tregon, thot, mirë po, me erdhi turp me fol para atyne njerëzve në pranit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dikur, njerëzit e pyetën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, na trego cila qenë ka ajo pemë, o i dërgumi Allahut. Dhe ai sallallahu alaihi wasallam me shumë qetësi tha, ajo është pema e hurmes. Vëllezër dhe motra, çka na mëson kjo për ne? Pyetja e dërguarit Allahut, biseda e sahabëve, ajo pemë, jo kjo pemë, dhe në fund përgjigjet i dërguari Allahut është pema e hurmës. Çka na mëson kjo neve? Në një, pema e hurmës nuk ka rroj të forta si ulliri. Pema e hurmës nuk ka aromë të fortë si disa lule. Por pema e hurmës i jep fryte të sjellshme, dobishme dhe të qëndrueshme. Ashtu edhe muslimani. S'ka nevojë me u duk shumë. S'ka nevojë me u bo për sy e faqe. Puna, angazhimi, aktiviteti, bëne për Allah. Por duhet me qenë i dobishëm për të tjerët, me veprime të mira, që e ruajnë shpirtin, zemrën dhe sjellin dobi të përhershme. Çdo gjest i mirë, çdo buzëqeshje, çdo ndihmë për dikë, çdo asistencë ndaj dikujt, është si fruti i hurmes i thjesht, por plot dobi dhe begati. Mësimi për ne. Le të jemi si pema e hurmës. Le të jemi si pema e hurmës. Thjesht. Kuptohemi thjesht, por të dobishëm, të qëndrueshëm në besim, të palokundur, dhurueshëm dhe gjithmonë plot vepra punë të mira. Mos e nënvlerëso asnjë gjest të vogël. Ashtu si hurma. Edhe një vepër e vogël mund të me dhanë fryt që zgjat shumë gjatë. Dhe ngjason me muslimanin që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e përshkruan. Porosia, mesazhi final. I drejtohem vetës dhe juve. Bahu si pema e hurmës. Thjesht, i dobishëm, i qëndrueshëm dhe gjithmonë i bereqetshëm, i begatshëm me zemër e veprime.